Andi Mustafa i kushton një kapitull absolutisht me të gjitha principet e këtij studimi dhe ky nuk e ka lexuar atë. Jo, se libri ka dalë kohë përpara se të bëj studimi. Dhe këtu ka, por këtu ky ka shkruar atë kapitull pikërisht nga angazhimi i madh intelektual dhe demokrat, se si duhet të transformohet kjo parti. Se cilat janë potencialet tona të pamohueshme. Ndaj dhe u them, çdo demokrat dhe çdo opozitar dhe opozitare duhet ta lexojë këtë libër për ata që kanë vendosur të qëndrojnë dhe të luftojnë. Lule Bore thotë është filozofi veprimi. Po. Tani edhe një gjë do të bëj këtu, Andi. Një dallim. Besniku absolutisht ka qenë njeri për mendimin e lirë dhe orën e parë, ditën e parë që kemi shkuar bashkë, nuk është nda asnjë sekondë. Ajo ishte një ditë me plot pasigurta, por ai për karakter nuk u nda një minutë. Më vonë shkruajti librin dhe unë thot, nuk është se ndjesha revolucionar, po unë shkova Masaliut që të mos e lija vetëm, sepse miqësinë që kishim, kurse Andi është revolucionar në filozofinë e veprimit. Dhe unë të përgëzoj, sepse sot kemi shumë nevojë. Jemi në kushte vërtet të veçanta, por jemi në kushte në të cilat mund të bëjmë shumë më tepër. Nuk është se s'po bëjmë. Por Partia Demokratike ka nevojë të ngjitet të nivele shumë më të larta dhe të bëjë dhe ka potenciale për të bërë shumë më tepër. Duhet të pranojmë se jemi në diktaturë autoritare dhe se s'ka mision më të shenjtë se sa luftën kundër saj. Kur një demokrat të ndjehet luftar dhe kur çdo demokrat të ndjehet luftar, absolutisht ditët e këtij regjimi shkurtohen me shpejtësi. Ndaj dhe ajo çka unë do të sugjeroja që ta lexoni këtë vepër. Është e shkruar shumë bukur. Është e shkruar me shumë ndjej dhe përgjegjësi. Është e shkruar me përgjegjësi. Dhe me një analizë të shkëlqyer të realitetit sotëm, do ndihmoj çdo qytetar, çdo njeri të lexojë se cili është realiteti në cilin ai jeton. Dhe shumë